E këtë përçarje shka i bëjmë në? Këtë fesat. Qysh me ullë më kalzoni? Qysh me u zboglu? Unë duhet ja përmendi, me pak fjalë një rast, e kam dëgjuar një rast, qysh e ka fik një fesat shumë primitiv. Do të pëlqeje edhe ty, se keni prej meje, po edhe kush tani e ka më i pëlqyje. Ishin kanë 2 komshi, 2 fqinje, 2 këjshi, popullor që na që shfolim 2 këjshi. Ky këjshia ka pas pula. E pulat e këtij këjshis kanë hi në Kallamoqin, në Misër, në bafqën e këjshis vetë. E tash ky këjshia i ka thonë atij këjshis, ven ja u ti këtu pulave një rjet telit, e mos i le pulat e tua me dal në Kallamoqin tim, në bafqën time, se po ma hajnë Kallamoqin, pasulin, fasuljen, bafqën, kopshtin, po ma kullotin pulat, po ma shkatrojnë. Mirë pa i këjshia ka qeni keq. S'du me dit, s'du me një, ku di una një knina. E tash, kjo këjshia, tash, qysh me e fik këtë fesat, këtë përqarje, qysh mu prish me këjshin, a i s'pongon mi vun rjet ati vendit, gruja veti ka thonë, o burr, e ka mësua gruja burrin, o burr, ja bëjmë një qare, janë konsultuar me zveti, qka bën kjo këjshia, ka dali, ka ble, një 50 kokrave në treg, natën. Edhe ka shkuar natën, në bafqën e vetë në për Kallamoqi ka vun vot, veti ka vun i ka shpërnda. Natën, a i këjshia se ka pa që i ka pulat. Te nesërmën, kur janë qua, para dite, kur dalin me bo pun jashta në knina, kjo këjshia tash ka hine për Kallamoq, e po mledh vo, e po qetë në shport, vetë, po i mledh, e po i qetë në shport. Ajo gruja dhe ai burri e pa në të këjshis. Shka e bon, shka po banë, tha ti këjshi? Shka e të bon, tha, shka e të mledhat, ju tha, qepi mledhi vot që i kanë bo pullat e juja. A ky ka ble vot, i ka shpërnda, si kanë bo pullat e tia. E tash, po, të kujat janë vot? Vot, tha janë qati që i kanë bafqet veten. Bafqet e me janë vot. Ti bani tërbije pullat, mësë bëjnë vot në bafqet e me. Bani tërbije pullat. A i si ka bo tërbije pullat, si ka edukua, kanë dalë, kanë bo vetë këtu. Ato hiç si kanë bo vetë, mirë, po kjo ka dit me nëreq që shduhet, edhe shkon i mledh vot, atëherë gruja i thot burrit të shpjegur, shpejt më shku me ble mrezhen atë rjetit, edhe mi shti pullat me një vend, se këshyre po nevojnë të këjshia, hiq pa voj, e heki e fiki fesatit. Këti popull i duhen o djaljem, edhe ketë kush po në ndëgjoni, këti popullit i duhen o vllaznit e mi, edhe motrat e mia edukator. Prandaj kush në ndëgjuat, edhe kush po në ndëgjoni, po në përcilni, mundoni të gjithë në këtë drejtim, të punoni çka është më mirë. Kush i alshon vëllumën më nalt, ti ulja. Kush e ngran zonin shumë, për shohësh që s'po, ti boni aty shkruan një farë anglishte, një farë sende, aty anglisht shkruan mute. Ti qasaj mute, trusja që aton qashtu, edhe e mshelish zonin, e nuk vish deri të përqarja, edhe nuk vish deri të kacafytja ma askend. Allahu Gjelle Gjelalu na edukoft, e na mësoft hajrin, na dhasht neve të mirat në dunia.